Me një akademi solemne në Universitetin e Tetovës janë laureuar me titullin doktor honoris causa Joseph Diogardi dhe bashkëshortja e tij Shirley Cloyce Diogardi, dy personalitete të rëndësishme dhe mbrojtës të palodhur të drejtave të shqiptarëve në Kongresin Amerikan dhe në forume të ndryshme ndërkombëtare në periudhat më të vështira për popullin shqiptar. Rektori i këtij universiteti, Jusuf Zejneli, theksoi se Joseph Diogardi zë vend nderi edhe në historinë e Universitetit të Tetovës, sepse ai e mbështeti dhe e afirmoi ndërkombëtarisht këtë institucion të dijes, në kohën kur goditej me instrumentet e dhunës nga një strukturë qeveritare jo demokratike dhe anakronike. Historia e universitetit ton është e lidhur ngushtë me emrin e Zotit Diogardi. Sa herë do të flitet dhe do të shkruhet për institucionin ton, do të përmendet me respekt dhe admirim emri dhe kontributi i Zotit Diogardi. Stafi drejtues, profesorët, studentët janë mirënjohës për mbështetjen që i dha universitetit ton. Sot ne i themi me respektin dhe admirimin më të madh, shumë faleminderit. Thank you very much. Të dashur të pranishëm, me të njëjtin respekt dhe nderim do të përmendet edhe Shirley Cloyce Diogardi, ashtu siç e quan zoti Joe Shotegalica, eksperte për politikën e brendshme, dhe ndërkombëtare amerikane, e cila shërbeu si këshilltare për çështjet e Ballkanit në lidhjen qytetare shqiptare amerikane. Zonja Shirley Cloyce Diogardi nëpërmjet artikujve të thelluar mbi problemet e rajonit ton dha kontribut të çmuar për ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare, për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe demokratizimit të shoqërive të rajonit të trazuar. Me përkushtimin dhe dijen e thellë, ajo arriti të paraqiste pamjen reale të asaj që ndodhte gjatë luftës së Kosovës. Ish kongresmeni amerikan dhe aktivisti të drejtave të shqiptarëve Joseph Diogardi përgëzoi Universitetin e Tetovës për organizimin madhështor të ceremonisë, duke theksuar rolin jetik të edukimit në forcimin e një kombi. Ai nënvizoi rëndësinë e ndërtimit të një kombi të fuqishëm shqiptar që nga Kosova e deri në të gjitha trevat shqiptare. And the US Congress was very active with me. Edukimi është shumë i rëndësishëm. Pikërisht ky institucion arsimor, siç është Universiteti i Tetovës, ka krijuar gjenerata të fuqishme. Ne duhet të krijojmë një popull të fuqishëm shqiptar këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sepse ju jeni një kombi fort. Kujtoj angazhimin tim personal në Kongresin Amerikan për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve, veçanërisht në Maqedoni dhe Kosovë. Kujtoj bashkëpunimin me kongresmenët Tom Lantos dhe Ben Gilman dhe ndikimin e thellë të babait tim shqiptar që më la amanet të grezërin në shërbim të shqiptarëve. Duhet të investojmë në arsimimin e brezave të ri dhe në përkushtimin ndaj kombit. Kurse bashkëshortja e tij, Shirley Cloyce Diogardi, shpreu mirënjohje për drejtuesit e Universitetit të Tetovës, duke kujtuar kontributin vendimtar të figurave si profesor doktor Fadil Sulejmani, Abdullah Mehmeti, Murtezan Ismaili dhe të tjerë. Ajo kujtoi sulmin brutal të vitit 1995 nga autoritetet maqedonase ndaj universitetit dhe rolin e tyre në mobilizimin ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve. I can't thank you enough. And also members of the faculty, university. Jam shumë e lumtur që jam këtu dhe u laureova me titullin doktor honoris causa. Kujtoj Universitetin e Tetovës në vitet e 90-ta, rrugën e vështirë drejt themelimit dhe njohjen e tij si universiteti i parë në gjuhën shqipe në Maqedoni. Ky universitet mbetet një simbol i barazisë dhe përfshirjes. Progresi i arritur që nga vitet 90 është rezultati një lëvizje të përbashkët për dinjitet dhe drejtësi. Ndryshe, Joseph Diogardi është kontabilist publik i certifikuar dhe politikan republikan. Ai shërbeu në dhomën e përfaqësuesve si përfaqësuesi i distriktit 20 të Kongresit të New Yorkut në vitet 85-89. Ishte antari i parë shqiptaro-amerikan i Kongresit, gjithashtu ishte edhe kandidati republikan për Senatin e SBA-s në New York gjatë zgjedhjeve speciale të vitit 2010. Shirley Cloyce Diogardi ka botuar shumë artikuj për problemet e Ballkanit dhe ka afirmuar shqetësimet dhe interesat e popullit shqiptar. Ka kontribuar në politikën e jashtme amerikane për paqen
paqen dhe stabilitetin në Ballkan, veçanërisht në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Gjatë luftës së Kosovës, ajo ka qenë komentatore në radio dhe televizione dhe ka kontribuar në ngritjen e aktakuzës që çoi në ekstradimin e Slobodan Miloševićit në gjykatën e krimeve të luftës në Hag.